Borxhi publik deri në fund të vitit do të ngritet në 60.9% të brutoprodhimit vendor dhe do të arrijë në 10.2 miliard euro, ndërsa në vitin 2026 do të përfundojë me borxhin publik prej 62% dhe vendi do të ketë borxhin mbi 11.1 miliard euro. Këtë në emisionin Biznes 21 e njoftoi zëvendës ministri i financave Nikolaj Jankulovski. Ai theksoi se plani është konsolidim fiskal dhe zbatimi i strategjisë fiskale, sipas së cilës brenda disa vjetësh borxhi duhet të ulet në 60% të brutoprodhimit vendor. Jankulovski tha se emitimi i euroobligacionit prej 950 milion eurosh është në proces dhe plani duhet të emetohet në janar të 2026. Planirаме 60,9% за 2025 година, оно што го кажавме и на самиот почеток од 2025. А во пари? 9,7 колку ќе бидат? Со четвртиот квартал? Да, заклучно со четврти квартал, како ќе завршиме? 10,2 милиарди евра. Јавен долг за 2026 на 62%. Во сума? 11 милиарди 164 милиони евра. Jankulovski konfirmoi gjithashtu se është zgjedhur banka që do të financojë ndërtimin e ekurrudhës së shpejt nga Tabanoci deri në Xhevxheli. Megjithatë nuk e bëri të ditur emrin e saj as sa interes do të paguajnë për kredin prej 2 miliard eurosh. Значи, од сите тие банки, таа е една која што е индикативна, но не е обврзувачка понуда. Мислам дека сум доволно јасен. Кога ќе завршат и доколку завршат успешно овие разговори, се во интерес на државата, и од аспект на услови, грейс период и каматна стапка, тогаш се преминува на следната фаза, конечна понуда. И тогаш Министерството ќе излези во јавност. Jankulovski është optimist se negociatat do të jenë të suksesshme dhe se në mes të vitit të ardhshëm do të fillojë ndërtimi i ekurrudhës së shpejtë.